Punonjësit e transmetuesit publik nën organizimin e Sindikatës së Punëtorëve të Radio-Televizionit të Kosovës protestuan sot për shkak të vonesës së pagave, duke paralajmëruar grevë nëse kërkesat e tyre nuk plotësohen. Sot jemi këtu jo për luks, jo për rritje pagash fatkeqësisht, por për një të drejtë themelore për pagën tonë që na takon me ligj. Në vend se të protestojmë për përmirësimin e kushteve të punës apo rritje të pagave, ne jemi të detyruar të dalim në rrugë për pagat që i kemi fituar me djers dhe për kushtim. Në gjithë shtetin pagat janë ngritur, paktën kështu edhe po thuhet. Por në RTK punëtorët nuk po marrin as ato që i meritojnë, por punën që bëjnë çdo ditë me shumë përgjegjësi. Sindikata e punëtorëve e Radio-Televizionit të Kosovës i bëri thirrje kuvendit dhe qeverisë së Kosovës si dhe menaxhmentit të RTK-s të punojnë për të siguruar buxhetin, duke nënvizuar se vonesat dhe mungesa pagave ndikojnë drejt për së drejti në efikasitetin e punës, duke rrezikuar edhe funksionimin e transmetuesit publik. Protesta u mbështet edhe nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Qendra Evropiane për Lirinë e Shtypit dhe Medias dhe Asociacioni i Gazetarëve, të cilat u kanë bërë thirrje institucioneve përgjegjëse të marrin masa urgjente për zgjidhjen e kësaj situate. AGK ka vetëm një kërkesë sot. Asociacioni i Gazetarëve kërkon në mënyrë urgjente dhe të padiskutueshme nga kryeministri në detyrë Albin Kurti që thjesht t'i alokoj pagat për punëtorët e Radio-Televizionit të Kosovës. Ta bëjë njësoj siç bëri herës së kaluar dhe kështu të ndërpritet presioni edhe financiar që po bëhet ndaj punonjësve medial. Ndërkohë, për të hënën protest kanë paralajmëruar edhe 2 sindikata tjera të punëtorëve të RTK-s. Sindikata Pavarur e RTK-s dhe Shoqata Sindikale e Radio Kosovës. Më shumë se 700 punonjës të transmetuesit të vetëm publik në Kosovë nuk e kanë marrë pagën e tetorit për shkak se RTK-s nuk i është ndarë pjesa 2 e buxhetit për këtë vit.